Në kuadër të këtyre diskutimeve, të cilat nuk bëhen në emër të një projekt ligji shqyrtimit të disa më të saktë përmirësimit cilësor për të faktit nëse do të votojmë apo jo. Në pritje edhe të një raport progresi cili do të ndalet natyrisht edhe në pjesët e rëndësishme që kanë të bëjnë me drejtësisë, ashtu si edhe pak ditë më parë, foli edhe raporti i Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian i paraqitur nga zoti Eugen Wolfart pranë Këshillit përhershëm së organizate në Vjenë, por në kuadër edhe të pritshmërive të larta për statusin përgatitjeve të Shqipërisë, natyrisht edhe hyrjes në një vit elektoral, në studion kam të ftuar ministrin e drejtësisë zotin Eduard Halimi. Mbrëma zoti Halimi. Në fakt ju kam kërkuar edhe përgjatë javës kaluar tishit në këtë studio dhe ju vetëm për hir të faktit se keni besuar që projekt ligji në fjalë mund votojë, ma keni shtyrë në mënyrë të rregullt. Mesa duhet sot pranuat se humbën shpresën që mund votohet ky projekt ligj. Po është vërtet, në fakt juve më keni ftuar javën e kaluar, më keni ftuar të hënën. Ju thash që do të vi të mërkurën me qëllimin se ndoshta opozita do të jepte pëlqimin dhe ne do fillonim të ecnim me ligjin për gjykatën e lartë. Më morën në telefon të mërkurën, të thash do vi të hënën se do jem dhe te Komisioni i Integrimit, isha në fakt sot edhe në Komisionin e Integrimit, duke shpresuar se komisioni drejtohej nga socialistët dhe e mora ftesën e tyre për diskutuar për projekt ligji për gjykatën e lartë si një shenjë që ata do futeshin në diskutimin për gjykatën e lartë, para ashtu siç e keni ndjekur dhe juve sot, vetmja fjali që ishte deri në fund ishte vetëm bllokimi. Pra edhe sot opozita bllokoi tërësisht fillimin e diskutimit për ligjin për gjykatën e lartë, pra diskutimit nen për nen. Sot, unë ndoj që edhe kam ndikur dhe edicionet tuaja, kështu që dhe ju e keni informuar publikun, dhe publiku është informuar mbi atë çfarë ka ndodhur gjatë paradites, por ajo që u la nga Komisioni i Ligjeve, detyrë që u la Ministrisë Drejtësisë dhe misionet e Uralius, ekspertëve dy e palëve, ishte që të merrnin dhe të analizonin çdo amendament që do të vinte nga deputetët e Partisë Socialiste në mënyrë që nesër në orën 9 ne do të jemi përsëri në Komisionin e Ligjeve për të 6ën herë shkoj vetëm gjatë këtij muaji në Komisionin e Ligjeve, por deri tani, do më vi nga zyra, deri tani ekspertë më thonë që nuk kanë as edhe një komunikim nga deputetët e Partisë Socialiste për ndonjë amendament të mundshëm. Sigurisht që çështja ashtu siç ju e ndoqët nuk kishte të bënte me amendamente, por kishte të bënte me shkaqe tërësisht jashtë adresimit të ligjit për gjykatën e lartë, siç ishin çështjet e zgjidhjes së problemeve që kanë disa deputet në një qark apo në një qark tjetër, ekzekutime vendimesh që sigurisht Komisioni i Ligjeve dhe Parlamenti nuk mund t'i japë zgjidhje, janë çështje që ju e dini që ne sistemi përmbarimor sot po e bëjmë çdo ditë më privat, pra ka rreth 85% përmbarimi është privat, çka çdo qytetar apo çdo institucion që ka probleme në lidhje me ekzekutimin e vendimeve i drejtohet përmbarimit dhe përmbarimi është ai që i jep zgjidhje çështjeve, por sigurisht kjo është vetëm një sebep, ashtu siç kanë qenë sebepe dhe erët e tjera që kam shkuar për këtë ligj. Pak a shumë filozofia e Partisë Socialiste e divulguar që na duhen ligje të reja kur nuk zbatohen ekzistueset. Pra, edhe kësaj radhe, ashtu si me imunitetin, eficienca e vënies në veprim të një ligji në fjalë, ku ka kaq shumë probleme drejtësia në Shqipëri, do të ishte minimale. Sunila, ju e dëgjuat dhe sot në kryetarin e Komisionit të Ligjeve, sekretarin e Partisë për çështjet ligjore, i cili tha se çështja e integrimit apo jo të Shqipërisë nuk varet në një ligj më shumë e një ligj më pak. Por kjo është jo retorik, por është naivitet, sepse nuk ka shqiptar që ka sy e vesh sot, që nuk ka dëgjuar të paktën gjatë gjithë këtyre javëve të gjithë partnerët ndërkombëtar, ambasadorin Sekuj, ambasadorin Amerikan, ambasadorin Wolfart, apo të gjithë partnerët e tjerë, të cilët zëdhënësin e zotit Fyle, vetë zotin Fyle, i cili e ka shprehur qartë. Procesi i integrimit varej nga dy kushte, jo nga një, nga dy. E para ka qenë imuniteti, i dyta ka qenë miratimi i ligjit për gjykatën e lartë. Tani, ky projekt ligj që është në gjykatën e lartë, e ka bërë vetë Ministria e Drejtësisë dhe nuk din këta partnerë ndërkombëtar se çfarë po kërkojnë që të miratoj Parlamenti? Jo. Pse? Sepse projekt ligji për gjykatën e lartë prej një viti është hartuar së bashku me gjithë asistencën e Bashkimit Evropian. Kështu ndodhi edhe me imunitetin. Absolutisht. Dhe të gjithë misionet të cilët ndihmojnë Shqipërinë për sundimin e ligjit, konsolidimin e sistemit drejtësisë, kanë qenë pjesë e këtij procesi. Madje moderator i projekt ligjit për gjykatën e lartë, diskutimit të projekt ligjit për gjykatën e lartë, moderator ka qenë zoti Vasilis Maragos.
është shefi i njësisë për Shqipërinë për zgjerimin. Pra, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për zgjerimin, për integrimin e Shqipërisë. Ka qenë ai moderatori i konferencës. Dhe në konferencë zhvilluar në qershor për këtë projekt ligj që ne po diskutojmë sot, ka qenë zoti Xhafa, ka qenë zoti Gjiknuri, ka qenë zoti Subashi, kanë qenë antar të gjykatës së lartë, kanë qenë deputet të Partisë Demokratike, kanë qenë gjyqtarë e kryetarë gjykatash të vendeve të Bashkimit Evropian, pra është diskutuar. Ka qenë 2 ditë rresht deri në konkluzione se cili do të ishte hapi më pas. Ka përfunduar drafti, i është çuar misionit Euralus, i është çuar Bashkimit Evropian. Prandaj dhe bërtasin ata dhe thonë, miratoni projekt ligjin për gjykatën e lartë, se kjo është reformë, se po se miratuat këtë rrezikon integrimin. Tani të thuash sot ti që nuk ka problem, edhe po një ligj më shumë, një ligj më pak, nuk ka rëndësi për integrimin, kjo pasaj është gënjë shqiptarë sepse statusin në rekomandimet e veta, reformën në drejtësi, nuk e ka të ndëlidhur as thjesht me imunitetin dhe as thjesht me projekt ligjin e gjykatës lartë. Është një tërësi treguesish të performancës së sistemit drejtësisë, cilët u adresuan faktet në raportin më të fundit të OSBE-s, që kishin bënin me vonesën e nxjerrjes së vendimeve të unifikuara nga ana e gjykatës, apo edhe me çështje tjera të sistemit të drejtësisë. Dhe thuash të vërtetën i parapriu deri diku raport progresit. Dhe këtu është frika që vërtet ne me këtë ligj mëtojmë që me statusin avancojmë, apo ka një problem më generalist të cilët o du të adresojmë tani më vonë shumë vonë? Raporti i OSBE-s, cili më është edhe ka dalë edhe të publikuar para disa kohësh, je perceptimin sikur ai më shmarr vetëm me disa çështje konkrete, dhe nëse nuk ky është perceptimi që krijohet nga publiku, se është marrë vetëm me 2 apo 3 çështje konkrete, të cilat janë gjykuar në këto vite nga gjykatat, mendoj se ky është një defekt i raportit dhe jo defekti i perceptimit, sepse në të vërtetë gjithë problematika që ka sistemi gjyqësor sot adresohet qartë nga një sër problemesh, nga një sër shqetësimesh të cilat paraqiten qoftë nga Komisioni Evropian, qoftë nga opinioni publik shqiptar, qoftë nga opinioni ndërkombëtar, por qoftë nga qeveria, që kanë të bëjnë me në përgjithësi me nivelin e ulët të dhënies drejtësisë në Shqipëri, po që kanë të bëjnë me nivelin e korrupsionit, po që kanë të bëjnë me emërimet klienteliste në gjyqësor, por që kanë të bëjnë po ashtu dhe me procesin e transferimit dhe procesin disiplinor të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, po kanë të bëjnë edhe me korrupsionin që ka në prokurori, po kanë të bëjnë edhe me korrupsionin në gjyqësor, po kanë të bëjnë me korrupsionin edhe në sistemin e përmbarimit. Pra, një sër problematikash të cilat qeveria shqiptare po i shef me synimin jo për t'i mfshehur, por po i sheh me synimin për t'i zgjidhur, dhe ju jeni dëshmimtar që ne jemi duke i zgjidhur një më një të gjitha problematikat që ka sistemi gjyqësor, sistemi drejtësisë në vend, por ju jeni duke parë se ne jemi duke ecur vetëm në këtë proces. Pra, nëse ne marrim sistemin e drejtësisë si një mozaik, ju keni parë që nga progres raporti i vitit kaluar, ne kemi ecur dhe po reformojmë një nga një të gjithë aktorët. Reformuan tërësisht sistemin e notarisë, aktori i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë është ky. Çdo qytetar, them që na dëgjon sot, e di se çfarë hallakatjesh dhe çfarë problemesh i lindin atij gjatë krijimit gjatë veprimeve që bënte ai për transaksione pasurive të paluajshme. Qytetarët që zinin radhë për të kryer një transakcion, për të shitur një shtëpi, radhë për të marrë vërtetimin e pronësisë, radhë për të depozituar atë kontratën, radhë për të marrë tapin deri në fund. Pra ne pothuajse reformuam gjithë të sistem, por reformuam sistemin e përmbarimit. Edhe kjo është arritje e jashtëzakonshme, që ka lidhje domosdoshmërisht me sistemin e drejtësisë dhe me gjykatat, sepse sigurisht një vendim gjyqësor i pa ekzekutuar është një drejtësi e mohuar, por ne e privatizuam tërësisht. Po e mendoni ju se sa ishin radhat në zyrat e përmbarimit deri para disa vitesh, vetëm për të nxjerrë një dosje për ta ekzekutuar. Sot vjen përmbaruesit lutet, aman ma jep dosjen mua se ta ekzekutoj unë për gjysmore, ta ekzekutoj unë për 24 orë, vetëm ma jep dosjen mua. Pra është reformë e rëndësishme kjo, se kemi ecur vetë në atë, se kemi ne detyrë, po kemi reformuar tërësisht procesin e hipotekave. Ju e mbani mend dhe gjithë qytetarët që kanë lidhje me hipotekat e mbani mend se çfarë vuajtje ishte përballja me administratën e zyrave të regjistrimit pasurive të paluajshme. Po e kemi reformuar tërësisht. Kemi bërë një sistem tërësisht digital. Qytetarët nuk duan t'ia dinë në Tiranë dhe së shpejti në Durrës se ku bie zyra e hipotekës, se të gjitha veprimet do t'i bëjnë online, do t'i bëjnë me nëpërmjet zyrës noterit apo vetë nga zyra e shtëpisë për të komunikuar me zyrën e regjistrimit pasurive të paluajshme. Kemi reformuar pra avash gjithë sektorët. Reformuam sot, të ndë jam në kaluar, filluam reformimin e avokatisë. Edhe ky është sistemi i rëndësishëm. Po ku
çfarë po bëjmë pasaj me pjesën tjetër thelbësore, me gjykatat? Edhe me gjykatat kemi ecur në ato çështje të cilat varen tërësisht nga vullneti jonë. Kemi bërë, po bëjmë regjistrimin audio të çdo seance, po kemi bërë portalin e gjykatave, kemi rritur transparencën, pra të gjitha veprimet, po ndërtojmë gjykatat, po mbaroj gjykatën administrative të Tiranës, gjykatën e apelit administrativ, po mbaroj gjykatën e Pogradesit, do filloj pallatin e drejtësisë tani në fillim të vitit të ardhshëm. Pra, çështje cilat varen tërësisht. Aty ku jepet drejtësia, kush janë vendoset drejtësia, cilat janë problemet dhe aty ku kontrollohet drejtësia, është vendor. Pra, cilat janë, është monitorimi i sistemit gjyqësor. A i kemi monitoruar në sistemin gjyqësor? Pra, a kemi kontrolluar në sistemin gjyqësor dhe të kemi adresuar drejt Këshillit të Lartë Drejtësisë problemet që kanë hasur gjatë këtij viti? Janë 20 gjyqtarë të çuar për procedim disiplinor. Deri më sot 10 i ka marrë në shqyrtim KLD-ja dhe 10 janë në fazën që po japin objeksionet e tyre gjyqtarët para se të përballen me Këshillin e Lartë Drejtësisë. Pra, është një rezultat konkret që po ecim. Kemi reformuar tërësisht procesin para pak javësh, kaluam procesin e emërimit të gjyqtarëve, emërimit dhe transferimit të gjyqtarëve. Pra, janë procese të cilat ecim vetëm, sepse varen pjesërisht nga vullneti jonë, por ama që ne të arrim të reformojmë sistemin në problemet që kanë të bëjnë me disiplinimin e gjyqtarëve, në problemet që kanë të bëjnë me promovimin e gjyqtarëve, në problemet që kanë të bëjnë me karrierën e gjyqtarëve, duhet të bëhen këto ndryshimet ligjore. Çfarë ndryshimesh ligjore janë këto? Ligji për gjykatën e lartë. Ligji për gjykatën e lartë është piramida e sistemit gjyqësor. Kjo është një çështje e cila është adresuar tërësisht gjatë progres raporteve. Sot për sot, opozita ka shqetësim për cilësinë e projektligjit në fjalë. Pra, unë e di që ka negociata të vijueshme për ecurinë me projektligjin për votimin ose jo të tij, por në thelb, a ka një shqetësim konkret opozita për mënyrën, sepse kjo është që do të përcaktojë gjyqtarin e nesërmen, atij që do të bërë drejtësi, atij që pritet të bëjë ballë çdo lloj shantazhi politik, jo politik, të çfarëdo lloj forme, atij që në fund ditës do të qëndrojë larg korrupsionit. Sonela, unë ju thash që projektligji për gjykatën e lartë, si çdo projektligj tjetër në Ministrinë e Drejtësisë, kalon nëpërmjet një asistence të kualifikuar, ekspertët më të mirë të Bashkimit Evropian, të cilët janë mbledhur në një mision që quhet misioni Euralius, është misioni Euralius 3 ky, pra janë kanë ardhur edhe 2 të tjerë para këtij, të cilët jetojnë, qëndrojnë në Ministrinë e Drejtësisë dhe marrin dhe kalojnë, skanojnë çdo ligj që projektligj kalon. Po grupet të tjera interesi po flas brenda për brenda Shqipërisë. Pra jo vetëm asistenca teknike që ofrohet nga jashtë Shqipërisë, flas dhe grupe interesi. Po pra kishim, ju thash, në qershor një konferencë 2 ditore ku merrnin pjesë gjyqtar, prokuror, avokat, kryetari i dhomës avokatëve, përmbarues, noter, në gjithë grupet e interesit. Siç dhe thash që ishin dhe përfaqësues nga opozitës për parlamentin. Patën shqetësime konkrete lidhur në momentin që le të themi u kyç dhe u vulos ky draft. Po ju them, drafti ka përfunduar drafti fillestar ka përfunduar në fillim të muajit qershor. Po kështu në pak ditë në mes të qershorit u bë konferenca dhe u adresuan të gjitha shqetësimet që kishin të gjithë pranishmit në lidhje me këtë draft. Të gjitha këto shqetësime u morën, u përpunua drafti dhe në fund drafti pasi u certifikua nga misioni Euralius, pra pasi u morën të gjitha shqetësimet dhe u adresuan te ky projektligji i përfunduar, i qëndisur, po them, me të gjithë vërejtjet që kishin nga të gjithë pjesëmarrësit, kaloi për miratim qeveri. Dhe të gjitha ato vërejtje, të cilat apo të gjitha ato shqetësime që nuk u morën parasysh, ju kthye përgjigje. Po them, nuk u mor parasysh një kërkesë për rritjen e numrit gjyqtarëve nga 19 në 23. U arsyetua pse? U kërkuaj që të ngushtohej filtri i çështjeve që shkojnë në gjykatën e lartë. U argumentua pse s'duhet bërë në ky ligj dhe duhet bërë në ligj tjetër. Çështja është, po them, nuk është një çështje e një diskutimi teknik. Pse? Sepse unë jam ministër, jam deputet. Çdo deputet ka drejtën e vet që kur vjen projekt ligji të thotë që ky nen nuk më pëlqen dhe këtë nen dua ta ndryshoj apo dua të fut një nen tjetër. Ky është instrumenti që deputetët të opozitës, majorancës, kushdo tjetër, përdorin për përmirësimin e një ligji. Shprehin mendimin e tyre, qëndrimin e tyre në përmirësimin e këtij ligji. Por çështja është sigurisht më e thjeshtë. Pse erdhëm sot në ky ligj? Dhe qytetarët duhet ta dinë. E kam thënë dhe po e përsëris.
E kam thënë dhe po e përsëris sepse ne erdhëm në ky projekt ligj, sepse kur ne trajtuam ligjin për gjykatën administrative, opozita vuri kusht. O dua unë kolegj administrativ në gjykatën e lartë, o unë nuk e jap votën. Zjarit i bjerë integrimit, unë votën nuk e jap. Çfarë kërkoni? Kërkojmë që të bëjnë një kolegj administrativ në gjykatën e lartë. Dakor thamë. Ja ku kemi misionin e Euralius, ta marrim, ta kryejmë kolegjin administrativ. Jo, thanë, e duam me ndryshim në ligjin për gjykatën e lartë. Po mirë, thanë, po e bëjmë edhe këtë gjë. Janë seanca publike, media ka qenë prezent lidhe me këtë. Jo, thanë, duam ta shikojmë edhe çështjet tjera në gjykatën e lartë, merrni juve, vajeni, na i sill do ta miratojmë neve. Dhe vendosën një gremç në ligjin për gjykatën administrative dhe thanë që gjykatat administrative nuk fillojnë, po nuk filloi funksionim, po nuk hyrin fuqi projekt ligji për gjykatën e lartë. Ullëm, bashkë me ekspertë e misionit të Euralius, bëm, e paraqitëm, dhe i thamë, seansën e pari kam thënë komisionit ligjit, kryetarit komisionit ligjeve, zoti kryetar, nderuar antar, detyrën që na dhat, urdhëroni ja ku e keni, mendimin ton, mendimin e grupeve të interesit, mendimin e ekspertëve të Bashkimit Evropian, merrni dhe Zoti Alimi, për opozitën të paktën në mënyrën se si po i qaset ajo të paktën projekt ligjit në fjalë dhe mënyrën se si u qas çështjes së imunitetit, ku unë shoh një konvergjencë të qëndrimeve të saj. Jo gjithaq në kushtet e vendosura, sepse ndryshojnë kushtet e vëna për imunitetin, pra ishte paketa e propozimeve për votimin me shumicë cilësuar të krerëve të institucioneve pavarura, me kushtet e reja që kanë bëjnë dhe me çlirimin e fondeve për pushtetin vendor, të cilat opozita mëton që i ka Berisha të bllokuara, pra kryeministri i vendit Sali Berisha. Por ka një logjik të përbashkët, pavarësisht kushteve të ndryshme, e cila lidhet me faktin që ndërtimi i kupolës së drejtësisë, mënyra se si ndërtohet kjo kupolë, ata që nesër do të jenë ata që kontrollojnë të gjithë mekanizmin si funksionojnë, që brenda ka dhe institucionet dhe ligjet, edhe ndërlidhjen midis tyre, është në një fazë shumë të vështirë. Fazë e cila është krijuar edhe për thirrje të atyre ndryshimeve kushtetuese të 2008-s dhe që Shqipëria ka marrë një lloj anshmërie që në zgjedhjen e presidentit të Republikës, që nga pasja një KLD-je me një kryetar që është i njanshëm dhe deri tek prokurori i nesër që është tagër i presidentit e kështu me radhë. Thula, juve sot jemi në shtator të vitit 2012 dhe po diskutojmë sot përsëri do të kemi gjykatë administrative ne, apo s'do kemi gjykatë administrative. Një legjend e cila qytetarëve ju kujtohet shumë mirë. Juve kujtohet në 2009 kishim gati në draftin për gjykatën administrative, e paraqitëm në Komisionin e Ligjeve, Komisioni i Ligjeve e shtyu tha ta diskutojmë mbas zgjedhjeve. Se thanë kush e di çfarë do ndodh hataja dhe ata do vinë në pushtet dhe le të ishte ndryshe ligji. Kur erdhëm në shtator për diskutuar, thanë, nuk e hapim ligjin për gjykatën administrative, ta lexojmë, sepse ne duam të hapen kutit. Ju kujtohet juve? 2 vjetërisht nuk u hap ligji për gjykatën administrative, as lexoj se nxirra i preteksi të hapen kutit. Kaluam në 2011-ën. Vazhduan zgjedhjet lokale, erdhëm përsëri në shtator. Bashkimi Evropian tha përsëri, shqyrtoni ligjin për gjykatën administrative. Miratoni, pse? Se është reform. Ajo është që ti biesh mu në zemër sistemit gjyqësor, sepse reformon sistemin ti. Pavarësisht gjithë aktorëve dhe gjitha përpjekjeve që ne bëjmë për rregullimin e gjithë mozaikut, edhe ato të rëndësishme. Por ama këto reformojnë sistemin. Çfarë se bepi na u soll neve atëre? Jo, tha, të mbyllen kutit, të mos hapen kutit. Ju kujtohet, një vit rresht ne diskutonim këtë gjë. Të mos hapen kutit. Se po u hap kutit do të dalë vota e Bamirit dhe do ta nxjerrë zbuluar Bamirin, apo do lexohet vota e çdo qytetari dhe Rama nuk do justifikonte dot pjesën e humbjes. Erdhëm mbas shumë përpjekjesh, kur e haroi iku dhimbja e humbjes kryetarit të Partisë Socialiste, atëherë u hap dhe u lexua ligji për gjykatën administrative. Dhe kur u miratua tha, jo, dakor, nuk u ta miratojmë tamam ne, po do lëm përsëri një gremsh neve që të mos hyjë në fuqi ligji për gjykatën administrative. Erdhëm në Korik, tham, do ta miratojmë tani ligjin për gjykatën e lartë, që të hyjë në fuqi ligji për gjykatën administrative, se keni 3 vjet që na sorllasim me sebepe. Çfarë na thanë? Nuk e miratojmë, ne nuk duam ta shqyrtojmë tani ligjin neve për gjykatën e lartë, sepse ne nuk duam që antarët e gjykatës së lartë të zgjidhen me kritere, por të zgjidhin me pazar, me 3-5-tat. Nuk na interesojnë fare kriteret, sepse çfarë kemi vënë ne tani? Ne kemi vënë kritere, nuk ka rëndësi se kush është kritere për të emëruar në gjykatën e lartë. Për çfarë themi? Jo çdo kush mund të shkojë në gjykatën e lartë. Çështjet që janë adresuar më përpara nga opinioni publik. Mos kemi emërime klienteliste, kemi thënë.
por duhet kemi një sistem karriere për të vajtur në gjykatën e lartë. Jo nga shkalla e parë të shkosh direkt në gjykatën e lartë, por duhet kalosh një në gjykatën e apelit. Po kemi thënë se s'duhet kesh background politik. Atë gjë që kemi thënë edhe më përpara neve. Po kemi thënë që presidenti duhet të bëjë ca procedura transparente, të di një konkurim transparent, të di sa konkuruan. Kemi thënë se dekreti presidentit duhet të jetë argumentuar. Kemi thënë se presidenti duhet të bashkëpunojë me forcat politike dhe jo të vitë të ndodhemi në ato situata konfliktuale që ka ndodhur kohën parë. Pra të gjitha këto janë probleme, të cilat ne i kemi adresuar. Ku do t'japim zotja Limi? I kemi adresuar ne pa u dhe equr se kush është presidenti. Po ku do t'japim llogari këta nesër? Edhe këta gjyqtarë që do të vinë në bazë të sistemit karrierës, në bazën e kritereve, ku do t'japim nesër? Sistemi që kemi ku do t'jetë llogaridhënia dhe përgjegjësia që do të kërkohet? Sistemi që ne kemi është pikërisht momenti i emërimit të tyre, është momenti që rregullon check and balance. Ky është procesi që funksionon gjithë piramida dhe krahasuar me një votim konsensual në parlament përballë kritereve. Po mirë, Sonila tani, sigurisht Sonila tani. Ne bjem dakord dhe qytetarët na dëgjojnë e kuptojnë shumë mirë se në rast se unë them cila është zgjidhja më mirë, të vendos kritere unë që kushdoj që t'jetë në pushtet të mos lëviz, po të bëj emërime mbi kriteret, kjo është zgjidhja më mirë, apo them nuk na duhen fare kriteret, mjaftojnë që ta zgjidh me pazar me 3-5 atun, pa më të mirin e çojnë gjykat lart, se kam besim unë ke vullneti që to kem unë me ku e di unë me zotin Gjiknuri apo me zotin Xhafaj. Po ulëm ne dy e gjejmë, ne s'kemi nevojë për kriteret, neve e qajmë, çojmë më të mirën në gjykat lart. Sigurisht qytetarët do thonë, jo, nuk ka rëndësi kush është Halimi, Rusmali, Xhafa, Damiani, jo. Nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që të vendosen kriteret. Kriteret e normojnë, kriteret të largojnë nga klientelizmi, kriteret të largojnë nga mos meritokracia, por japin pikërisht meritokracisë japin themelin. E bën dhe kjo Këshillin e Lartë të Drejtësisë më efikas në raport me kontrollin ndaj sistemit drejtësisë, zoti Halimi. I referojmë këtu faktit që pavarësisht vendimeve që kanë marrë gjykatat, në fund të ditës edhe me rastin më të fundit që ndodhi të vrasjes së kryekomisar Tahire dhe ku ka një hetime, nuk e di nëse KLD-ja ka mbaruar inspektimin e saj, pra do të përmirësonte kjo dhe këtë raport. Është targetuar KLD-ja për mos funksionimi siç duhet në lidhje me këtë çështje, është po kjo KLD e cila sot duhet bëjë një inspektim në lidhje me të, dhe është po kjo KLD e cila targetohet nga majoranca sa herë që flitet për pasojat e sistemit drejtësisë. Sonila, për ta mbyllur pra atë që nisëm. Pra, ajo që duhet bërë në reformë legislative, duhet bërë në vendosjen e kritereve dhe standardeve të normimit të procedurave që duhet ndjekin autoritetet. Pra, nuk duhet lënë në vullnetin e lirë. Socialistët tonë në vullnetin e lirë, s'ka problem, e ve me 3-5 se s'ka problem, kjo e zgjidh vullneti, nuk e zgjidhin kriteret. Edhe te Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Këtë kaluam në javën e kaluar. Pra javën e kaluar ne miratuam pavarësisht vullnetit, pavarësisht se nuk kemi këtë president, apo mund të kishim një president tjetër. Ne duhet vendosim rregulla. Se sigurisht, mund thuhet, po mirë, ne ligjin për gjykatën e lartë e kemi, procedurat i kemi. Çfarë duam ne tani që duam t'ia futim presidentit këmbët në këpucë? Çfarë duam ne tani që t'i thejmë presidentit, jo do t'i publikosh gjitha, ta bësh transparent procesin. Jo nuk mund të emërosh këtë duash ti. Qytetarët mund tonë. Po edhe ndonjë simpatizantu, po mirë më këta presidentin, a e kanë tyren, pse po ndodh kjo gjë? Por ne e nisim procesin e reformimit pa patur parasysh se kush do t'jetë president, pa patur parasysh se kemi interes politik në një moment apo kemi një moment tjetër. Pra ajo që duhet të udhëheq forcën politike, pikërisht ata votuesit, ata që vinë nga populli, duhet t'jetë parimi se si duhet përmirësuar sistemi. Edhe tek Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Sepse presidenti konsiderohet i juaj, ju jeni në pushtet dhe opozita. Dhe ne po kërkojmë pikërisht të kundërtën, po i themi që edhe pse mund të jetë presidenti jon, ky ne përsëri tani duam që t'i vendosim norma atij. Atëherë çfarë do Partia Socialiste? Partia Socialiste po thot sot, jo, nuk na duhet gjykata, reformimi i gjykatës së lartë. Mirë e keni, le të bëj presidenti çfarë të doj, le të emëroj këtë doj presidenti. Këtë po kërkon Partia Socialiste. Se nëse nuk miratohet ky projekt. Partia Socialiste po kërkon të zhbëjë dhe atë që një analist në media kishte cilësuar si tirania e 71-shit. Do të thonë gjithçka po vendoset me 71 vota. U diskutua ajo gjë. Iku ajo. Kështu vendos. Pra u diskutua, Partia Socialiste solli gjithë ekspertët e saj, gjithë fabrikën e saj të mendimit, i solli në seancë dëgjimore dhe në mënyrë të njëpasnjëshme, të gjithë i ranë në ballë. I thanë, jo, kushtetut në keni mirë, nuk mund ta ndryshoni. Është herët për të bërë këto ndryshime. E keni të papjekur, mbani dhe ca, pastaj na i sillni. Si ka mundësi? Të gjithë ekspertët e sollën, që sollin Partia Socialiste, të gjithë i thanë të njëjtin gjë. Pra ne duam s'duam,
do fleme dhe cako me këtë kushtetutë. S'kemi që bëjmë. Më pas, kur ta pjekin mendimin socialistët, atëherë mund të kemi ndonjë dritë jeshile dhe ta mendojnë ata, ta mendojnë dhe fabrika e tyre e mendimit që kur të vinë më thonë përsëri që jeni herët, ne mund ta diskutojmë. Pra ne duam s'duam do të ecim me këtë format. Me fakt, zoti Halimi si jurist, si ministri i drejtësisë, mendoni që ka ardhur koha, në mos sot apo nesër nga pikpamja fizike, po flas për një kohë të pjekur, mjaftueshëm për nivelin në cilën ndodhen institucionet e demokracisë në Shqipëri, që të nisë një diskutim i madh, i gjerë edhe përtej politikës, lidhur me riparjen e kushtetutës dhe asaj që është prodhuar të paktën deri në këto vite. Rishikimi i kushtetutës është një proces që sigurisht do edhe kohën e duhur, do dhe problematikën e duhur, po do dhe çështja që zgjidhet së modelit. Tani, ne kemi zgjedhur një model kushtetues, i mirë apo jo, ky është modeli kushtetues për cilën është vendosur dhe ne po ecim. Nuk është kollaj, po them, ti biesh mund ballë. Por që prodhon të çara, pra ai mund të jetë shumë i mirë në letër, por ka prodhuar të çara mjaftueshëm që drejtësia sot tregohet me gisht nga raporte perceptimi brendshëm, po dhe nga raporte ndërkombëtare. Tani, thash, kushtetuta ka themele, ka dhe mure. Muret edhe mund të prishen. Po, kujtu mund të rregullosh pak edhe çatin, mund të rregullosh dhe suvan në një kohë të caktuar. Thyen murin, rregullon murin, prishën murin e imunitetit. Jashtëzakonisht e rëndësishëm këtë. Armë fuqishme për sa i përket luftës korrupsionit në drejtësi. Do sjell efekte, ose të paktën shpresojmë që të sjell efekte. Këtu është çështja, tek efektet që do të mund të prodhojë. Efektet, pra i hoqëm alibin prokurorisë, kushdo qoftë ajo. Kjo apo tjetër që do vi. Jo, shumë rëndësishme kushdo qoftë prokuroria, sepse opozita mendon që prokurori nesër si një tagër i presidentit dhe një president i konsideruar i një anshëm. I hoqëm alibin, Sonila, që ai apo ajo, kush do jetë, pra të thotë që nuk kam çfarë i bëj sistemit gjyqësor unë, sepse kanë imunitet ata. Pra e thyen murin. Muri thyet për themelet, duhet menduar mirë. Sepse nëse ti heq një gur nga themelet, atëherë të rrezohet gjithë ngrehina. Dhe sigurisht, për të bërë një ngrehin të re, duhet kohë, e duhet, po them, një një organizim shumë arsye. Për ta çuar deri në fund këtë ide dhe për ta mbyllur çështjen e drejtësisë në këtë pikë, zoti Halimi, pritet në nëntor të ketë një emrim të ri të prokurorit të ardhshëm të vendit, një tagër i presidentit të Republikës që ka bërë me dije disa herë. Ka dhe një debat që po shoqëron nëse është nëntori apo fund prilli, fillim maj i vitit të ardhshëm, fundi i mandatit prokurores aktuale. Ka vend për një debat tillë nga pikpamja juridike? Unë kam thënë përpara që unë besoj se nuk ka vend për një diskutim të tillë. Sigurisht që është herët edhe është një diskutim tërësisht i pavlerë, por kushtetuta është mbi të gjitha dhe mbi gjithçka. Nëse kushtetuta ka parashikuar që mandati prokurorit është 5 vjet, mandati prokurorit është 5 vjet. Një ditë më shumë se aq asnjë zyrtar i këtij vendi nuk mund të qëndrojë. Dhe diskutimi për mandatin e prokurorit përgjithshëm, juve ju kujtohet që ka filluar koha më parë. Para se të vinte zonja Rama, ka filluar që në kohën e diskutimit, do ikë zoti Sallaku, ju kujtohet ju, do ketë njerëz me mandat, ka njerëz pa mandat, ka patur rekomandime, duhet të ketë mandat, duhet të ketë mandat. Dhe ndryshimet kushtetuese nuk u bën brenda një nate, se mund tani kemi aty. Metaforikisht. As nuk u bën as për një natë, nuk u bën as për një javë, u bën edhe shumë kohë, ka patur edhe shkëmbime, mendimesh, ekspertë, absolutisht, po them. Edhe diskutimi, po edhe prokurori përgjithshëm aktual ka patur dijeni për ndryshimet kushtetuese, po i është marrë edhe mendim, po i është të në shifi njerësi, shiko në atë kohë, jep mendimin për ligji për prokurorin ishte në atë kohë i kishim në agjendë, kam qenë zëvendës ministri i drejtësisë në atë kohë dhe kam qenë i përfshirë në proces, po e kishim në agjendë ligjin për prokurorin. Pa dhe aty është diskutuar çështja e mandatit, po kriteret për zgjedhjen, po çështja e raportimit apo informimit në gjykatë kushtetuese, në parlament, për raportimin që bën prokurori i përgjithshëm. Pra të gjitha këto janë çështje që nuk dolën sot, janë diskutuar kohë më parë. Dhe besoj se të gjitha kanë të qartë që kushtetuta parashikon mandatin 5 vjeçar. Atë ditë që prokurori do të mbush 5 vjet, sigurisht ajo ditë do të jetë. Pra Zanafilla nuk do të jetë dita e hyrjes në fuqi ndryshimeve kushtetuese, por duhet të jetë dita e nisjes mandatit efektiv të prokurorit përgjithshëm. Unë gjykoj se kjo është një çështje e kushtetues, çështje, them, pjesa e mandatit, siç është edhe çështje po kushtetuese e drejta e presidentit për të zgjedhur emrin e prokurorit të ri.
besoj se gjithë... Me konsultimet të gjëra shprehur. Do t'i themi presidentit, zoti president, lutem zbato kushtetutën. Dakord. Përmendë pak më parë edhe një inspektim të pritshëm të KLD-s lidhur me dosjen Xhakaj. Po ju thash se dolëm. Pra, tek pjesa e normimit. Prandaj thash, pavarësisht se kush është president, ne normuam pjesën e transferimit të gjyqtarëve. Pra, nuk tham që, shiko, tani zoti Nishani është shumë më ndryshe nga zoti Topi, zoti Çefa është shumë më ndryshe nga zoti Spaiu, dhe tani t'ja lëm vullnetit të këtyre, dhe mjaftojnë që këta të dy tani u ndryshua drejtimi KLD-s, dhe tani gjithë shka do shkojë mirë. Jo, askush, vetë zot presidenti, vetë në kryetari KLD-s, vetë ministri, pra të tre thanë, jo, ne duhet dëgjojmë rekomandimet e Bashkimit Evropian. Rekomandimi i Bashkimit Evropian ishte vendosja e kritereve. Prandaj vendosëm dhe miratuam kritere, që ato kritere të zbatohen. Pra, jo një gjyqtar të transferohet se ka mik X-in apo Y-in, se pagoj para apo pati influencë X apo Y-in transferohet. Jo, kushdo qoftë aty. Nuk ka rëndësi se kush është president, nuk ka rëndësi se kush në kryetari KLD-s, ai duhet zbatojë rregullat. Dhe rregullat janë ato që i miratojnë njerëzit. Prandaj është për të përshëndetur qëndrimi i presidentit, i cili kërkoi me insistim që të miratoheshin këto rregulla. Këto rregulla kanë qenë dhjetor. Kanë qenë dhjetor në vitit kaluar. Euralius i ka propozuar qenë dhjetor vitit kaluar. Po as ish kryetari, as ish nënkryetari, nuk u morën ndonjëherë seriozisht për të miratuar ato. Ndërkohë që thash procesi i KLD-s tani besoj se do të shkojë në një frymë më të mirë, por aty duhet shmangur fryma e korporativizmit. Pra, që do të thotë që përfaqësuesit që vinë nga gjyqësori mos e kanë mision tyre mbrojtjen e gjyqtarëve gjatë procesit disiplinor, por duhet t'japin një shenjë të qartë që edhe pse vinë nga sistemi gjyqësor, duhet thonë jo, do të jenë lidhur me inspektimin, po nga ana e KLD-s sot mbasdite më ka ardhur inspektimi i kryer nga ana e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për çështjen Xhakia, për çështjen e Durrësit. Menjëherë sot mbasdite edhe tani pak para se të vija këtu nënshkrova kërkesën për procedim disiplinor nisur gjyqtarit, i cili në bazë kushtetutës ka drejt të njihet dhe maksimumi brenda 10 ditëve, pra brenda datës 5 tetor, gjyqtari duhet të përcjell pranë ministrit të drejtësisë arsyet dhe shkaqet që ka vonuar zbardhjen që provojnë ose kundërshtojnë pretendimet e inspektimit të. Pra janë verifikuar për rregullsinë në inspektimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Këshilli i Lartë të Drejtësisë më ka referuar sot nëpërmjet një relacioni ku më thotë se ka konstatuar shkelje proceduriale gjatë administrimit të dosjes. Për këtë arsye më ka sugjeruar që unë të filloj çështjen procedimi disiplinor. Dhe thash brenda ditës së sotme ka filluar procedimi disiplinor, është regjistruar procedimi disiplinor dhe pritet objeksionet e gjyqtarit, e drejt kushtetuese kjo e gjyqtarit brenda 10 ditëve. Dhe në datën 5 tetor gjyqtari, deri në datën 5 tetor maksimumi gjyqtari duhet të sjell objeksionet e veta dhe mbas kësaj date, po them brenda një afati shumë shkurtër, besoj sapo unë të njihem me këto objeksione, menjëherë do t'i propozoj pastaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë në varësi të shkeljes dhe në varësi të reagimit që do të ketë nga gjyqtari masë. Nuk është rast unik, janë shumë raste të ngjashme të vonesës së dhënies së vendimit arsyetuar, gjë e cila verifikuar edhe në raportin e OSBE-s dhe për vendime tjera, ju shprehet ka pasur raste konkrete, por realisht pavarësisht masës disiplinore që mund të merret për të gjyqtar, ka nevojë për të ndërhyrë për të zgjedhur një herë mirë këtë çështje, për të mos liruar të paktën këtë lloj vakumi ligjor apo institucional që të penalizojë procese të tëra që mund të prodhojnë më pas edhe ato që pam. Në vit dalin rreth 100.000 vendime dhe sigurisht ta mendosh që mund të vraposh pas çdo vendimi kur u zbardh dhe kur s'u zbardh, sigurisht që kjo gati duket e pamundur, por janë përgjithsisht rastet, po them, të tilla, të cilat pastaj shtojnë një kontroll incidental, pra një kontroll që zhvillohet. Ka zhvilluar para 2 vjet është një kontroll në gjykatën e apelit Tiranës në atë kohë për të parë cilësinë afatin e zbardhjes të vendimit dhe në atë kohë janë proceduar, mos gaboj, 2 gjyqtarë të gjykatës së apelit për zbardhje jo kaq vonë, për zbardhje po them 2 muaj apo 3 muaj me vonesë. Ndërkohë që hyrja tani aplikimi i portalit të ri që ne sistemit elektronik, gjithmonë teknologjia na vjen ndihmë ne për hallet që kanë të bëjnë me administrimin,
hyrja në fuqi e portalit që është aplikuar në Tiranë, po shtrihet në Durrës dhe deri në 1 janar do të jetë në gjithë Shqipërinë dhe do të kemi mundësi kontrolli online, do të ndezë llampën e kuqe për çdo çështje e cila kalon afatin dhe nuk është dorëzuar brenda 10 ditëve. Dhe sigurisht në atë moment që do ndizet 1 llamp, 2 llampa, 3 llampa, atëherë sigurisht inspektorët do të ndërhyjnë edhe do të eliminojnë dhe këtë problem i cili ndodh, po rasti i Durrësit është rasti më i padëgjuar ndonjëherë. Unë kam 15 vjet në drejtësi dhe nuk kisha dëgjuar, besoj as unë dhe as çdo qytetar apo çdo njeri që ka lidhje me drejtësinë, nuk kisha dëgjuar që një gjyqtar ta mbante dosin e tij me vite. Kishim dëgjuar 1 muaj apo 1 muaj e gjysmë për një shkak apo për shkak të ngarkesës, por kjo, po them, nuk kisha dëgjuar ndonjëherë. Aq më tepër që ekziston një lloj raporti në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ku kryetari i gjykatës Durrësit ka kërkuar nga vetë KLD-ja që të ndërhyjë për rastin fjalë. Pra, kam përshtypjen që janë disa hallka të përfshira në këtë histori e vetëm shqyrtimi plot i saj do të mundet të thotë të vërtetën. Dhe në fund fare, folëm për drejtësinë, një nga rekomandimet e rëndësishme për çështjen e statusit, më sa keni arritur që më renditet të tëra zoti Halimi, mendoni që janë të mjaftueshme që në progres raport me vlerësimin dhe më pas me rekomandimin për statusin ta marrim për këtë herë të tretë? Në fakt tash po në komunikimet që ne kemi dhe me komunikimet me kolegët, me njohjet që neve kemi dhe në Bashkimin Evropian, vazhdimisht edhe sot mëngjes para se të shkoja në Komisionin e Ligjeve, kur unë komunikova i thash jam duke shkuar në Komision të Ligjeve dhe sot shpresoj që të kemi një lajm të mirë, më thanë që indicjet janë shumë të mira, sinjalet janë shumë të mira, jemi shumë optimist neve në Bruxelles që Shqipëria do marrë statusin. Dhe unë besoj, Sonila, që edhe zoti Rama që vjen nga Bruxelli, besoj se e ka ndier këtë, pra ka ndier optimizmin, dhe besoj se po bëm përpjekjen e fundit që të shruaj këtë optimizëm, por besoj se janë shprehur qartë edhe partnerët tanë, edhe zoti Seku, po edhe partnerët e tjerë, të cilët janë shprehur qartë se nëse nuk plotësohet kushti që ka ngelur miratimi i gjykatës së lartë, vërtet përbën një rrezik për integrimin. Dhe do të jetë rasti unikal, ndoshta, në gjithë politikën europiane, apo aspirante në Europë, që një kryetar i një force politike që pretendon ndonjëherë të bëhet kryeministër, po bllokon vendin, po bllokon integrimin, duke menduar se po i bën dëm Partisë Demokratike, duke menduar se po i bën dëm mazhorancës, në fakt po i bën dëm qytetarëve. Dhe janë qytetarët ata që do shprehen me votë. Dhe në fakt zoti Rama ka deklaruar që statusin e meritojnë qytetarët më shumë se sa qeveria. Unë do doja t'ju falenderoja zoti Halimi që ishit në studio, faleminderit që përgjigjet kërkesës time, megjithëse di që keni një agent super të ngjeshur, por drejtësia është drejtësi dhe ju keni thënë vetë një drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Edhe mungesa juaj e gjatë këtu do të sillte probleme. Ndërkohë që le të ndjekim se çfarë zoti Rama ka treguar me njëherë pasimin nga Brukseli. Mbresat e tij u shpreh zoti Halimi, por në fakt edhe këndvështrimi që ai ka ndarë me komisionerin për zgjerimin Shtefan Fyle për të ardhmen dhe për statusin e Shqipërisë.